Mirë, nga Cëriku ne do të shohim rezultatin në Bashkinë e Vlorës, e cila është bashkia me përqindjen më të ullët të votuesve nga të 5 bashkit që shkuan dje në zgjedhje. Vetëm 12.54% e qytetarëve kanë votuar, ndërsa ka përfunduar procesi i numërimit edhe në këtë bashki. Kandidati e Partisë Socialiste Brunilda Mersini ka mundur të marrë shumicën e votave, 78.4% të totalit të votave ka marrë Mersini, kundrejt 11.7% të votave të kandidatit pavarur, por të mbështetur nga Partia Demokratike, Dionis Sota, dhe 9.9% të kandidatit tjetër të pavarur, Gjergji Nika. Një fitore bindse kjo e Partisë Socialiste në Bashkinë e Vlorës, pavarësisht pjesëmarrjes së ullët të qytetarëve dhe interesit ullët të qytetarëve për të marrë pjesë në procesin e votimit. Kujtojmë që Bashkia e Vlorës shkoi në këto zgjedhje të parakoshme pas dorëheqjes së kryebashkiakut të mëparshëm Ermal Dredha pas mosmarrëveshjeve të shumta që ai ka patur me kryeministrin, të shfaqura këto edhe haptazi në disa momente, qoftë në disa mbledhje të zhvilluara në Vlorë, apo qoftë edhe në festën e Partisë Socialiste të zhvilluar në Tiranë, kemi parë momente tensioni mes kryeministrit Rama dhe ish kryebashkiakut Dredha. Mirë, për të parë se si ka ecur procesi i numërimit dhe për të mësuar më tepër detaje, kemi tani në komunikim të drejt për drejt kolegun Enrik Mehmeti nga Vlora. Enrik, të përshëndes, si ka ecur procesi i numërimit gjatë natës, cilat janë detajet që mund të na përcjellësh këtë mëngjes? Përshëndetje, procesi ka shkuar shumë mirë, nuk ka pasur problematika, nuk ka pasur debate, nuk ka pasur përplasje. Ka vijuar deri në orët e vona të natës, siç thash edhe në lidhjen e mbrëmshme që do të mbyllej shumë shpejt për shkak edhe të kutive të cilat kishin gati 25% ose 30% vota në krahasim me kutin, dhe shifrat të paktën janë këto. I kemi thënë edhe ju i keni thënë më parë, po i rikujtoj edhe njerë, rezultati final për të 4 KZZ është Bruna Mersini ka 15.672, Dionis Sota 2.333, Gjergji Nika 1.975 dhe të pavlefshme 1.153. Tek KZZ-ja 85, 87, 86 dhe 84. Ndërkohë që rezultati final ka dalë rreth orës 3 të mëngjesit. Kemi parë që të gjithë të paktën kryesisht kanë qenë simpatizantë të kandidates Brunilda Mersini, të cilët pasi vetë kandidatët e tjerë në një farë mënyre duke parë edhe rezultatin tek kutit janë shfaqur her pas here në qendra votimi, po më pas janë larguar. Ndërsa ky rezultat në një farë mënyre mund të them që pritej që të ishte në këtë lloj forme, pasi edhe vetë duke parë që gjatë gjithë viteve të fundit ka qenë Partia Socialiste ajo që ka pasur kryetarin e saj të bashkisë, ndërsa po ashtu kjo është hera e parë që Vlora zgjohet me një kryetare bashkie femër. Ndërkohë që të paktën përgjatë fushatës, ajo që është parë ka qenë edhe, mund të them, më aktivja për sa i përket zhvillimit të fushatës, pasi 2 kandidatët e tjerë të pavarur, por njëri prej tyre i mbështetur nga Partia Demokratike, siç është Ervin Dionis Sota, po ashtu edhe kandidati tjetër i pavarur, Gjergji Nika, kryesisht kanë zgjedhur që të fushatën e tyre ta kishin në rrjetet sociale. E qartë, mirë, Enrik, të falenderoj për detajet që na përcolle lidhur me rezultatin përfundimtar dhe ecurin e procesit numërimit për Bashkinë e Vlorës. Faleminderit dhe juve. Do të shkojmë tani në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kolegu Ergyz Gjend